Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka njoftuar këtë të premte se do të ftojë në takim drejtuesit e partive opozitare për të diskutuar zgjidhjen e situatës së krijuar rreth zgjedhjes së presidentit të ri të vendit. Ai foli në një aktivitet në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës, ku bëri të ditur se do t'u dërgoj ftesa kryetarit të Partisë Demokratike të Kosovës Bedri Hamza dhe kryetarit të Lidhjes Demokratike të Kosovës Lumir Abdigjiku. Sipas tij, takimet pritet të zhvillohen në fillim të javës së ardhshme. Unë besoj që me krerët e partive opozitare duhet të takohemi dhe unë qysh sot do t'ju dërgoj ftesa për të takuar në fillim të javës së ardhshme. Kurti e vlerësoi si të dëmshme mungesën e komunikimit politik në ditët para seancës së 5 marsit në Kuventin e Kosovës, kur dështoi përpjekja për zgjedhjen e presidentit për shkak të mungesës së kuorumit. Procesi për zgjedhjen e kreut të shtetit ka hyrë në një ngërç institucional, pasi Kosova nuk arriti të zgjedhë pasuesin e presidentes Vjosa Osmani, mandati i së cilës përfundon më 4 prill. Pas kësaj, çështja përfundoi në Gjykatën Kushtetuese të Kosovës për shkak të interpretimeve të ndryshme mbi procedurat kushtetuese. Gjykata Kushtetuese vendosi në fillim të javës të pezullojë deri më 31 mars dekretin e Osmanit për shpërndarjen e kuvendit, një vendim që ndalon shpalljen e zgjedhjeve të reja dhe njëkohësisht nuk mundëson vazhdimin e seancës për zgjedhjen e presidentit deri në vendimin përfundimtar. Ngërçi politik erdhi pasi deputetët e opozitës braktisën sallën, duke mos mundësuar kuorumin për 80 deputetësh që kërkohet për zhvillimin e votimit. Kjo ndodhi mbas dështimit të bisedimeve mes shumicës dhe opozitës për një kandidat që do të siguronte mbështetje të gjerë. Kurti përsëriti se vendi nuk duhet të shkojë në dhe nuk besoj që është e nevojshme ta përsëris veten. Presidentja e Republikës është kreu i shtetit, ku unë jam kryeministri i vendit dhe unë besoj që kemi një çështje që tash ndodhet në Gjykatën Kushtetuese, ndërkaq theksi duhet të vihet tek fakti që në vitin e kaluar kemi pasur 4 palë zgjedhje dhe unë jam i bindur që nuk kemi nevojë ta përsërisim vitin 2025, viti 2026 është vit i ri, nuk është as e drejtë as e dobishme që të kemi zgjedhje të përsëritura. Prandaj është e domosdoshme që të kemi marrëveshje me partitë opozitare për zgjedhjen e presidentit dhe qytetarët e Republikës presin prej neve stabilitet institucional e jo zgjedhje të përsëritura. Pra nuk ka nevojë për zgjedhje të reja të përsëritura, ka nevojë që sa më parë ta kemi gjykimin e Gjykatës Kushtetuese dhe të filloj kuvendi të punojë. Ndërkohë, presidentja Vjosa Osmani nuk u paraqit si kandidate nga asnjë subjekt politik. Partia në pushtet ka deklaruar se ja kishte ofruar mundësinë për kandidim, por sipas saj, ajo nuk i kishte votat e nevojshme, ndërsa partitë e tjera kanë vlerësuar se ajo nuk përfaqëson unitetin që kërkohet për këtë post.